Faleminderit. I nderuar drejtori i shkollës Duka Gjin Markaj, e nderuar drejtoresha arsimit të njësisë zonja e Randa, e nderuar vajza e herojt ton Anton Qeta, zonja Donika, e nderuar Dëm Lushi, e nderuar Hoj Gjevati, e nderuar Anton Nikola, e nderuar edhe shumë i nderuar Nusret Plana. Të nderuar miqë dhe ftuar simpatizantë dhe dashamirë të Anton Qetës, kudo që jeni. Ju përshëndes dhe ju falenderoj për respektin që tregoni dhe për këtë ardhje në këtë aktivitet kaq të bukur. Unë nga data 17 tetor, deri në ditën e sotme që është data 3 nëmër, kam ardhur nga Tirana 4 herë për me folë për 4 figura kombëtare, të cilat populli i Kosovës, në dallim nga politika e çorientuar, janë të orientuar dhe po i nderojnë figurat kombëtare. Dhe për këtë ju falenderoj nga zemra për këtë gjendje kaq të mira që i keni. Në datën 17, të dy akademitë e shkencave e Tiranës dhe Prishtinës kanë ndërmuar një burr të Gjakovës, Bayram Curin, ku më kanë ftuar me majt një fjalë rasti. Me datën 25 kanë vendosur busin e një burri tjetër të kësaj zone të hasit të Shqipërisë, po të Gjakovës, Pjetër Bogdanin, që është Skënderbeu i dytë, që dhe që më ftuan për ta majt një fjalë rasti dhe isha shumë i nderuar. Ditën e djeshme në Shpendadi më ftuan për më majt një fjalë për herojin legjendar Lek Duka Gjinin, i cili është i njohur në kombin shqiptar për 2 gjëra, që ka drejtuar luftën kundër turqëve 11 vjet pas vdekjes së Skënderbeut dhe ka luftuar pa kompromis për mbrojtjen e trojave shqiptare dhe është i njohur dhe nderuar për kanunin i cili është kthyer në 10 gjuhë të botës dhe vazhdon të kthehet në gjuhë tjera dhe ne parafshet kombin shqiptar si një komb me kulturë, jo shpellaxhi e bari nomad, po njerëz që kanë pas dije kulturë dhe gjithë bota po merr vesh që ne nuk jemi drejtuar si kafshët, po jemi drejtuar me ligje, kur nuk ishim as ushtri, as polici, as shtet, por kishim burrat mençur dhe kjo na përfaqëson anë më në botës nga Japonia e largët deri në vendet më të humna të botës. Dhe sot jam këtu për të nderuar kujtimin e Anton Qetës. Për hir të vërtetës, unë kam 35 vjet që jam angazhuar, aq sa kam pas mundësi me pajtimin nuk po them gjakeve, po të prisha qefteve dhe gjakeve, të dyja, se nga herë nga tresa atë është më mirë me i pajtuar se gjaket, me i pajtuar njerëzit pa u vra, jo masin vriten. Dhe kam 35 vjet dhe bacën Anton e kam njoft nga 91, sepse kufini ka qenë i mbyllur dhe 92-shin ka ardhur në Tropoj, qysh atëherë jam njoft. Dhe për mua është idhulli, në qoftë se kam njeri idhull në këtë planet, kam idhull Anton Qetën. Sepse Anton Qeta ka qenë vërtet një profesor dhe një figurë që ka nderuar Kosovën dhe Shqipërinë e krejt kombin shqiptar, por atë zemrat tona do jetoj sot e 500 vjet si njeriu që në pragun e luftës me Serbinë, mas një pushtimi 100 vjeçar, pajtoj zemrat e trazuara, ashtu siç ka bën Skënderbeu para 600 vjeç, ashtu siç kanë bën gjithë baballarët tanë së gjyshrit tanë, në prag çdo lufte janë pajtuar gjaket. Janë pajtuar, janë qetësuar zemrat dhe këtë punë, këtë angazhim e mori profesor Antoni në pragun e një atmosfere shumë të rënduar që ishte mas vitit 1991 në Shqipëri, edhe në Kosovë. Të nderuar pjesëmarrës, jam i lumtur që jam i pranishëm në këtë ceremoni. Unë ftesën e kam marrë nga 2 Antona, mbasi i ka pranë në orën 7 darkë, që i ka nga Shpendadia,
më ka marrë Anton Nikola, që është miku im dhe miku juaj, edhe dy Antonave nuk u shmongesh ato Anton Nikola dhe Anton Qec, isha i detyruar me ardhë edhe pse isha shumë i lodhun edhe shumë. Jam i gëzuar dhe i kënaqur që une kam qenë rastësia, po për kushtimi në vendosjen e 3 busteve të Anton Qec. Bustin e parë ja vendosëm andaj nga ka origjinën vendin nam, ja vendosëm Mirdit, edhe ftuam edhe miqtë e tij nga Kosova, nga Instituti Albanologjik tash pensionista, për ta zbuluar bustin në rrshanin e Mirdit, ku është origjina e Anton Qec. Busti i dytë është vendosur në vitin 2023 me 2022-2028 në Mërë Prishtinë. Une me një grup nga Tirana kam ardhë edhe në atë inaugurim. Une kam qenë brendësi të aty në konjunkturave që kanë zgjatë 2 vjetë për vendosjen e atij busti, siç mund të jenë edhe Doblushe dhe Hoxha i nderuar, e din që busti ka ndaj 2 vjetë dhe kishin ideatorët, miqtë e tij kishin zgjedh një vend me vu, por politika nuk e dha atë vend, dhe ma vonë pastaj dashamirët e tij e vunë në një vend tjetër, dhe ne erdhëm nga Tirana, erdhi edhe presidenti i Shqipërisë bashkë me një general dhe me 2 këshilltarë vetë për ta nderuar atë vendosje busti, atë respekt që për shtatorën, po. Dhe edhe unë isha i kënaqur që u vendos, sepse kisha vite që e dija që ka ndaj 2 vjet busti pa u vendos. Kur u ktheva i mërzitur, sepse fjalën e rastit e mbajti kryetari i bashkisë, që ai nderuar qoftë, sepse i takonte me mbajt një fjalë rasti, por nuk ishin përfaqësuar institucionet tjera. Nuk erdhi kush nga presidenca, nuk erdhi kush nga qeveria, nuk erdhi kush nga instituti. Fjalë rasti aty mbajtën 2 kolegë, 2 njerëz që kanë punuar 30 vjet me ta, mbajti Zymer Neziri dhe Yahya Drançolli, mbajtën kolegë e tij, të cilët kishin një jetë që kanë punuar me ta. Me thonë drejtën, unë u ktheva në Tiranë pak i mërzitur, po shumë i kënaqur, po edhe pak i mërzitur që pse nuk ju dha. Sot është busti i 3 që vendoset, dhe për mua do të kishte qenë një fatkeqësi mos me qenë edhe këtu, dhe ju falenderoj shumë që më ftuat edhe që ma thatë fjalën, edhe ju them me sinqeritet që busti i Bacit Anton flet, nuk është i vdekur se nuk vdes kur vepra e Anton Qetës, dhe ky bust në përmes veprës Anton Qetës do ju flasi në jetë tjetëve nxënësve të shkollës, do ju thot bëjuni më të mirë, bëni më paqësor, duheni atë dheun, duheni vendin tuaj, duheni njëri tjetrin. Dhe kjo është një hap shumë i madh në drejtimin e duhur, dhe unë ju falenderoj të gjithë, edhe ata që tash në 4 raste, se kanë qenë edhe audiencë shumë e madhe dhe në ato takimet e tjera, ju falenderoj nga zemra që erdhët. Unë do të them tash, e kisha këtë, nuk po lexoj vetëm një 5 rrjeshtat e fundit. Baci Anton krijoi në vitin 1990 Komitetin për pajtimin e gjakëve në Kosovë, i cili për afër 10 vjet pajtoi mira familje. Kjo nuk ishte një iniciativë rastësore e dikujt që thot i lindi një ide e mirë që pajtojmë njerëzit, po lindi mbi një trull që kishte nevojë. Dhe kjo e mori këtë mision të rëndësishëm, nuk e mori për sipër, por shokët edhe miqtë e Antonit e zgjodhen Antonin duke pa përkushtimin e tij, nërshmërinë e tij, fisnikrinë e tij, atë dashurinë e tij, ja ngarkuan Bacit Anton këtë detyrë shumë të rëndësishme, dhe pastaj edhe miqtë e tij, siç janë Dom Lushi, edhe Hoxha i nderuar dhe miqtë e tjerë, me qindra në për Kosovë, ju bën krah dhe arritën që me pajtue gjaket në prag të luftës me Serbinë.
suksesi, qelsi i suksesit të Bacit Anton ishte sepse ai në pragun e luftës zgjodhi pajtimin ashtu si Skanderbeun, në pragun e luftës me turqit, pajton të gjakët dhe pasaj shkonte në luftë të bashkuar si shqiptar për të luftuar pushtuesit. Ai ishte shumë i sinqert në kërkesat e tij dhe misionin e tij, prandaj populli i Kosovës ja hapi derën dhe ja dha fjalën e faljes, ashtu si u ka hije burrave të Shqipërisë. Pajtoi mira gjake dhe ngatresa dhe mbeti legjendë e kombit ton. Për këto nuk mori asnjë lek, nuk u dha asnjë lek dhe rapsodët e pa numërt dhe këngëtarët nga Kosova i kanë kënu qindra këngë dhe qindra tjera do t'i kënohen shekuj veprës Anton Qetës, veprës. Duke falënderuar donatorët e fondeve për prodhimin e kësaj përmendorje. Në radhë parë zotin Anton Nikolla, komunitetin e fshatit Dol dhe organet e pushtetit lokal të gjitha niveleve në Gjakov dhe Mëgjer, ku bën pjesë edhe drejtoresha e arsimit që ashtu që e falënderoj, sepse ajo ndërë në Prishtinë nuk na ka ardhur në nivel i tillë. Shpesh shpreh kënaqësinë dhe mirënjohjen time më të thellë për këtë akt ndërimi që i bëhet njerit nga burrat më me emër të kombit ton në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Malzi. Duke ndëruar këtë burra vetar, ju keni ndëruar edhe veten edhe gjithë kombin. Zoti ju bekoft të gjithë.